Po thuaj që Big Brother në fakt jo vetëm që ishte burim, le të themi, frymëzimi për të shkruar, për t'ju rikthyer seriozisht muzikës, edhe pse ti pak kohë përpara se ty e kishe filluar ta bëje më seriozisht këtë pas një shkëputjeje të gjatë. Por në fakt është dhe diçka më tepër se kaq, jo vetëm frymëzim. Si ka ndikuar i gjithë rrugtimi yt pas daljes nga Big Brother? Mendoj që tek pjesa e qëndrimit brenda ishte diçka që realisht më nduhej një vend ku pak a shumë qetësosha pak nga stuhit që kisha dhe t'jepja pak prioritet vetes, domethënë duke munduar të rizbuloja të cenin tim artistik tek pjesa kësaj. Dhe realisht më ka bërë, e kam pas si terapi brenda, domethënë jam frymëzuar, domethënë nga ngjarje, nga njerëz, nga persona që deri diku janë interesant, disa nuk janë fare, por që të paktën të japin një inspirim. Dhe sinqerisht ka qenë një nga periudhat më të bukura, domethënë që kam përjetuar edhe te pjesa artistike. Pra ke pas një lloj katarsisi, një lloj pasimi shpirti. Sigurisht. Edhe ke shkuar aty ku ti ke dashur. Patjetër. Edhe si ishte ajo ndjesia kur ti shkova aty ku ti doje? Arrita një lloj qetësie që ndonjëherë është e frikshme, domethënë sa që kur dola jashtë nuk është se jam kaq i qetë, domethënë jam i çik impulsiv. Dëgjoj, të thuash këtë fjali, arrita një lloj qetësie në Big Brother, duke e pabesueshme. Domethënë nuk vjen një pikë ku ti shet dy veta duke debatuar dhe sinqerisht nuk të intereson fare sepse nuk të afekton. Po, tek pjesa e asaj gjëje. Është mekanizmi mbrojtjes që bën ti. Mekanizmi mbrojtjes dhe tek kjo lloj gjë po mjafton të kesh qetësinë dhe ajo funksionon akoma më mirë. Domethënë fillon i bën upgrade aty asaj domethënë si mund ta qush indiferencës domethënë që mund t'japësh brenda. Por që realisht më ka kalitur durimin të ditë të dëgjoj. Po. Ke njohur një anë tjetër tënde. Po, patjetër. Që e bën një pjesë e mirë e personazhit. Jo, nuk jam. Jo, tani që është